A menon ti që zgjedhjet janë zgjidhje me qenë se data 28 dhjetor është aktu si datë e zgjedhjeve? Sa do jenë zgjidhje, nuk mundem me të thonë zgjedhjet e fundit që do bëhen tani, po megjithatë kam një shpresë se do bëhet një zgjedhje pak sa do e vogël. Kam një shpresë për arsye se nuk besoj që do e zhagidhin më formimin e qeverisë, sa do kudo dhe si do që të shkojnë zgjedhjet, besoj se janë mbush pak mend, se kam pa që të di palë kam bë gabime pa krahasueshme. Do të thonë mos krijimin e qeverisë gati një vjet, kjo është shumë e turpshme dhe e dëmshme për shoqërinë. Mendimi im është përgjegjësinë e kanë dy palë. Tash kush ma shumë, kush ma pak nuk e kam një vakt që t'i krahasoj, po asnjëherë përgjegjësia nuk mbetet vetëm e një anshme. Pa qenë dy vetë, nuk ka përgjegjësi. Përgjegjësinë e kanë dy. Apo lloks ky shtet që të shkojnë një vit kohor ka tel pas zgjedhje kur i dim çfarë frymëzime krijojnë zgjedhjet? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Kosova është shtet shumë i varfër. Kur ke parasysh të ardhurat, për shembull mesatarët banorëve që i kanë, besoj se ki luks nuk i takan. Nuk e di për afërsisht sa kanë mund me kushtu, po me gjitha ta pare kanë mund shumë gjithë shka me bo diçka tjetër më të mirë dhe më të mirë për popull. Shkollat, ambulancat, shëndetësi, arsim, diçka shumë më të mirë ka mund mu bë.